Nga prishja e provave tek intimidimi i dëshmitarve, arsyet përse GKK pezulloi nga detyra Belinda Ballukun. GKK vendosi 2 masa sigurie në ngarkim të zëvendës kryeministres dhe ministres të transporteve dhe energjitikës Belinda Balluku. Gazetarja Klodiana Lala raportoi se GKK vendosi masat për disa arsye. Ajo sqaroi se Belinda Balluku, duke qenë numri 2 i qeverisë, rrezikonte të cënonte provat. GKK ka vlerësuar se influenca e Belinda Ballukut si numri 2 i qeverisë, pozicion që e mban prej vitesh. Fakti që ka drejtuar ministrin me portofolin më të madh buxhetor, ka të gjitha mundësit për të deformuar provat dhe intimiduar dëshmitarët. Sipas GKK-s, mbajtja larg zyrës së zëvendës kryeministres dhe ministres të transporteve e energjisë bën që ajo të mos dëmtoj provat dhe të mos ushtroj presion mbi dëshmitarët, raportoi gazetarja.